po të them për paketën, që paketa I jep përgjigje edhe asaj problematike që nuk ja jep ligji 2020. Këtë po të shpjegoj. Po pra, po, nëse do flasësh me Xhakollin, nuk e ndjek se unë po them eksaktësisht, nuk ka nevojë, unë po them eksaktësisht të njëjtën gjë. Që po pra, po nuk tani ti, unë e di që ti ke kapacitetet e Leninit që të flasësh në të njëjtën kohë me 7 veta, por unë po them që pikërisht se 2020 nuk na e dha rezultatin e pritshëm, edhe për shkak të faktit që juridikisht ishte pamundur të kapërcej për pjesa ku duhej marrë miratimi I gjithë të tjerëve, u bë kjo paket për të lehtësuar totalisht ata që duan të investojnë në tokën e të parëve të tyre dhe që nuk I kanë dokumenta. Për këtë u bë. Vinë në bashki, shprehin interesin dhe bazuar në faktin që toka nuk është një territori kontestuar, siç është rasti në shumicën dërmuese të këtyre zonave, kur territoret përkatëse aty ku 7.500 ishin nuk është pranuar, nuk janë të kontestuara në shumicën dërmuese, publikohet shpreha e interesit për të pritur kontestime nëse ka, për 45 ditë, që dhe kjo është një afat që mund të bëhet dhe më I shkurtër, dhe në momentin kur nuk ka kontestime nga të tjerë që thonë jo se kjo është toka ime, atëhere personi I drejtohet ministrisë përkatëse me projektin dhe merr një kontratë e cila është një kontratë me €1, si që jepet një kontratë për një tokë publike, ai e bën investimin dhe deri kur të zgjidhet përfundimisht problemi dhe ai të regjistrojë në hipotek tokën edhe fal investimit, zotron plotësisht të drejtën që të bëj investimin. E njëjta gjë vlen edhe për marrjen e mbështetjes nga fondet të ndryshme, përfshirë edhe fondet e Bashkimit Evropian, kur ke në dispozicion këtë dokument, këtë kontratë, këtë marrëveshje të drejt për drejt të menjëhershme, pa burokraci, pa histori. Tani, ajo që ne nuk kemi pritur është që procesi të ngeci aty ku në fakt është hapi më I thjesht dhe më I shpejt. Hapi juaj, që të përcaktoni zonat dhe t'ja çoni qeverisë. E thonë në këto zona ne duam të hapim rrugën e kësaj pakete. Duke praktikisht përjashtuar vetëm ato pjesë që janë zona të mbrojtura e kështu me radhë, ku përsëri ekziston mundësia e bërjes një investimi me karakteristikat e përcaktuara në ligjin përkatës, por që në atë rast duhet kaloj nga tjetër kanal. Tani, pse nuk bëhet kjo? Çfarë e pengon këtë punë që njerëzit të rrinë presin që t'ju hapet rruga dhe nuk kemi hartat e këtyre zonave të përcaktuara, vetëm Përmeti, Skapari, Elbasani, Belçi dhe Tropoja kanë sjell harta. Shumë e thjeshtë. Unë do lutem shumë që e para